Zonja dhe zotërim përshëndetje, unë jam Thimi Samargjiu, ky është Euronews Albania, do të jemi bashkë deri në orën 15 për të folur për zhvillimet më të fundit dhe siç e shihni edhe nga luku im sot, gjithë vëmendja do të jetë në Poloni, atje ku djemtan presim që të na bëjnë magjin për të kaluar për finalen e play-offit dhe padyshim zanis të transmetim me Altin Raklin. Rakli, kënaqësi të të kem në këtë ditë sotme, padyshim ditë me shumë emocione, edhe për ty besoj. Është ditë me emocione. E di që ke shumë angazhime sot, por mendja kryesore është në mbrëmje apo jo? Përshëndetje Thimi përsëri, kemi kohë pa u parë, kështu që po, patjetër. Ajo bluza jote tani duket që është bluzë e portierit. Kjo është bluzë e Strakoshës. Rakli, ka stile e vesh, sepse ne bashkë kemi bërë gjithmonë batuta për Strakoshën e ri dhe për Strakoshën e vjetër, kështu që thash me që kam Raklin do vesh të bluzë sot. Ai është më i mirë pa diskutim, Strakosha ri. Po e dëgjoj foton të pastaj, merr ti me foton pastaj. Jo, sot ma ka falë mua, dine, kështu që edhe ai vetë pranon vetë besoj sot që ne shanset ke Strakosha e kemi, do jetë volumi madh sulmesh besoj nga pala kundërshtare. Edhe ajo bluza jote ka shumë domethënie, e ke bërë shumë mirë që e ke vesh, sepse fitoria jonë vjen pikërisht nga ajo bluza jote, nga porta. Rakli, tani për te batutave që mund të bëjmë dhe unë këtu duhet ndalem, se është një temë që kemi diskutuar ndoshta edhe bashkë, por edhe me kolegë tjerë. Shanse që kjo ndeshje dali barazim dhe shkon te penaltit janë, ndoshta do ishte më mirë për ne, duke parë nivelin e Polonisë, që nuk duhet ta mohojmë që është pak më lart se ne. Por në njerë 90 minuta në lojë çfarë nuk ndodh. Silvinjo duhet të luaj për fitore apo të luaj për ta çuar ndeshjen dhe penaltit? Në fakt është thik me dy presa. Ajo varet nga trajneri tani. Një trajner që lumë një modul loje të qartë gjatë gjithë kohës. Silvinjo nuk është trima në thonjza, nuk është nga ta që eksperimenton, e kemi parë këtë gjë. Këtë e ka Silvinjo. Dëgjoj, ideja është kjo që Silvinjo është trajner i Shqipërisë. Nëse Silvinjo do ishte te Spanja, atëherë do rrezikonte të lutet tjetër mënyrë loje. Kështu që në këtë aspekt duhet ta mirë kuptojmë. Por thash, çdo njeri ka atë modulin e vet lojës, ka ato idetë e tia, ka dhe zemrën e tij, mendjen e tij, edhe ndryshojnë nga njëri tjetri njerëzit. Unë kam thënë edhe te ty, kam thënë disa herë, po ti shoh më shumë do luaj ndryshe, do rrezikoja më shumë. Pra nuk doja leja vetëm fatit penaltive ndeshjen, ta shtyja sa më shumë dhe ta çoja deri me penaltit, sepse edhe penaltit fundi fare pastaj janë 50-50. Nuk është se është gjë e sigurt penaltia. Penaltia është më e pasigurt sa edhe nesha vet. Kështu që por duke pas parasysh që Silvinjo ka luajtur gjithkohën me këtë lloj moduli, pra me shumë kujdes mbrapa, edhe me dy ansorët, edhe sulmuesi kryesor duhet mendojnë shumë për mbrapa, harxojnë shumë energji, pra shpenzojnë shumë energji, se sulmuesi sado krau apo qendra, sado i shpejt, sado i përgatit, sido që të jetë, në momentin që do luajnë ato dy krapet, do kthehet deri mbrapa mbrojtje, do sulmojë gjatë gjithë kohës, pra do shpenzoj shumë energji dhe 10 minuta 60 ai do i zben, do psohen energjitë dhe nuk ka më atë rendiment që duhet zëvendësohet patjetër. Pra shumë rrallë janë lojtarë që përballojnë 80-90 minuta në një pozicion të tillë kur i kërkohet të mbrojë shumë edhe të sulmojë. Në këtë aspekt duhet presim, unë nuk e di, domethënë, vetëm nëse mund japësh një informacion më të saktë si do e filloj. Kjo është ende e paqartë akoma. Ti e di shumë mirë që jo Silvinjo, por çdo trajner i ruan këto në ne e dim, mbrojtja e dim kush do jetë. Porta mbrojtja i kemi të sigurt. Problemi fillon edhe mes fushës deri diku është pak e qartë se kush do jetë, e sulmi pastaj janë pikpyetje. Për ty Rakli, si do doje ti të ishte K11 që do doje, le të bëj një parashikim, kë do doje ti të ishte sot në fushë, me K11 që do doje ti të niste Shqipëria. Nuk është parashikim, jo, është dëshira jote, më kupton? Se të parashikim e di që nuk i bën. Jo. Atëherë, unë nuk du të paraqikoj asnjë lojtar, sepse mund ta bëj shumë më mirë se sa mund ta mendoj një lojtar që unë do ta fusja informacion. Nëse do isha unë trajner sot ta thash, nëse do isha unë trajner sot aty dhe do ishte në dorën time vendosje për ekimin ton kombëtar, ka shumë e kemi pra një informacion të mundshëm që ky është pra Strakosha Mitaj, Ismaili Gjimshiti Hysaj, Aslani Laçi Sheu, Muçi Uzuni Broja. Dhe thini
një nga ato çfarë përflitet, më pas versioni tjetër është mita e jeti Gjimshiti Balliu, që nuk dushojnë, Aslani Shehu Ramadani, Uzuni Broja Bajrami. Atëherë, Muçi që të luaj, Muçin e keni fut që në Sumus, apo? Jo, në që në Sumus është Uzuni, në të djathtë Broja, në të majtë Muçi. Pra, besoj, e shikon ekran, ndjej pak full tutën të shofi edhe Rakli. Pra, kjo është Rakli. Po, okay. Kjo është varianti parë, pastaj është varianti dytë. Po. Ndjej edhe versionin tjetër, pra, Broja Pyk, Uzuni në të djathtë, Bajrami në të majtë, Aslani Shehu Ramadani, mes i fushës. Mund tjetë një variant, po mund tjetë një variant. Kjo unë kam atë bindjen time që ai do aktivizoj, pra me që nuk ka ato dy sulmusit kryesor, dy sulmusit pykat, do të thënë kryesore që jemi ne. Kam përshtypjen se mund të filloj me Uzunin qendër, po mund të filloj edhe me Bajramin kratë djathtë dhe Hoxhën kratë majtë. Nuk kam shumë, paktën edhe nga deklaratat që kam gjuar deri tani, mënyra se si është shpreh trajneri, mjep të kuptoj që Muçi mund të bëj mirë edhe si zëvendësues. Pra, në momentin që ai e thot këtë, kam përshtypjen që ka iden mos më fut nga fillimi Muçin. Po thash, janë gjithë perceptimet, domethënë si na shkon mendja ne nga çfarë shpreh deri tani ai. Ka shumë variante që mund vendosin fund, mund në vijën sulmuese. Mos duket çudi edhe ta aktivizoj Brojan që nga fillimi, ja. Po. Broja për ty më mirë do jetë në krah apo si nën çipastër? Unë kam kohë që nuk e shoh Brojan. Fakti që ai nuk po edhe si zëvendësues nuk po aktivizohet në Angli, sa ai ka luajtur në formacion gjatë ditës, domethënë nga ana fizike ai nuk është fit. Dhe në qoftë se